e presidentit Donald Trump të asaj kohë, në atë kohë, në Kremlinin dhe Moskën. Bazuar një dosje shpifse false të një ish agenti britanik. Pra, në këtë vorbull, është kreu juaj, është kryetar juaj. Dhe nga ky vorbull, ky kryetar nuk del kurrë. Ja them këtu unë. Dy gjëra do ta ndjekin Edi Ramën gjatë ditëve të fundit jetës. Djegësi i Tiranës. Djegësi i Tiranës. E dini ju çfarë ka thënë ai prokurori që e kërstoi Rama? Ai ka pajtur për muaj e vite nofta dosjen e incineratorit Tiranës. Dhe kur i thanë, po ti pse nuk akuzove Erion Velin për djegësin e Tiranës? Jo, tha, se më duhet të akuzoja Edi Ramën. Eksakt që u them unë. Më duhet të akuzoja Edi Ramën. Kjo është e vërteta. Pra, Edi Rama s'ton kur nga djegësi i Tiranës. Dhe nga shumë se tani po dalin si libër edhe dëshmitë e Nestian Gonit. Po. Edhe ato tani janë. Prisni Nestian Gonin bis tani. Se shoh që po liro, po knaqi kështu. Është lule Nestian Goni i parë që është Nestian Goni i dytë. T'ja u them unë ju këtu. Do ta shifni. Edhe e përcillim në knaqësi tani. Është lule. Pra, nuk shpëtoni dot ka këto. Por ka një dimension ndërkombëtar, të merësisht rëndësishëm. Ish njeriu që duhet siguron të vendin e tij nga korrupsioni, vendin e tij